Faji burrave është që janë kthyer në jo të gjithë. Pjesa më e madhe janë kthyer në qena. Gjomojnë në mënyrë figurative. Jo, më pëlqeu në mënyrë figurative jote. Janë kthyer në qena. Do të thënë, ç'a bën? I kemi parë nëpër lagje vëlla. Ku gjena një qene, atë shkojnë nga mrapa. Kështu janë bërë edhe këta. Nuk i kushtojnë rëndësi gruas së tyre, asaj që i rap për risk, që e ka bashkë shorti për bashkët, nuk i mjafton ajo atje, shkon e tradhton me lehtësinë më kollaj fare. Kjo vlen për të dy anët. Për çfarë arsye tradhton sipas teje? Po sepse ka hyrë shumë thellë fryma e kurvllikut. Prap telefonat, prap interneti atje. Se tani po ajo gruaja. Pra, liria e femrës ka bërë që të dalë ai shpesh ta ushqej gjinin tjetër që shkatroj njëra tjetrën pastaj. Po, pasoja më e sigurt që do ndodhi mbasi femra të dalin nga shtëpia, domethënë të dalin nga roli, është të tradhtoj burrin. Se do shkoj me një zyrë, me një X, në një bashki, me një vend shtetëror ku dëgjon aty ku punon ajo atje, do vinë kontakt me burra të tjerë, do, sepse të lidh puna. Ati do jash, ai mund të di martum, do ja shkrepi tru, do ja kthej skiç, do ja kthej skiç syri dhe kësaj atje. Pse jo, tha? Alo, do vonojmë çik sot sepse kemi një takim për një lloj çështje pune, kupton, është në nivel profesional. Do vonojmë çik, kështu që mos më prit. Një herë, dy herë, tre herë. Pritje thotë Allah, se kjo tani aty shkomi na direkte. Do bëj dhe unë një të gjë. Meqense kjo s'më respekton, nuk mi di vlerat, nuk qëndron besnike, do bëj dhe unë një të gjë. Për kundra veprim, për hakmarrje. Mi po çfarë ndodh me tradhtim? Tradhtia nuk është aq e thjeshtë. Thjesht kryva të aksis seksual dhe marrove. Ajo ka ndikim psikologjik të ty, lën shenjë. Në momenti që një çift, dy persona të gjinive të kundërta sigurisht, kryen atë marrëdhënie atje, lën shenjë të njëri tjetri. Lën çik karakter nga njëri tjetri. Kupton, lën çik frym, lën shumë gjëra. Aty ndryshon psikologjia jote. Njeriu të ndryshon. Bëhet diçka që deri dje thoshte si ka mundësi, unë transformova kështu. Fillon e ftohet, bëhet indiferente, mblidhet, ka sekrete, nuk është më e afrueshme, nuk është më ajo e ëmbla e ngrohta që ishte deri dje. Të ndryshon në karakterin, të ndryshon psikologjinë. Aq më tepër këto pasaj që e kanë bërë kështu, e kanë kthyer në hobi, kalojnë, i ndryshojnë, i kthejnë burrat një javë ndryshëm për herë. Se kalon në smundje ajo pastaj, krijon dhe varësi. Edhe kështu, domethënë, i kanë menduar aq mirë gjërat këta satanistat që komandojnë këtë sistemin atje, saqë e kanë kthyer femrat në bomba të lëvizshme. Kudo që ti vendosin, do shpërthejnë, do krijojnë një dëm. Tani femra thotë, shive, se neve kjo është arritje që ky vendimi që nxori shteti ynë i dashur është diçka që na jep krah neve, më së fundi na i njohi vlerat. Se kuptoj nuk e çon ndërmend fare, domethënë që ajo ti do përdorësh në ato momente për të shkatruar familjen tënde radh parë. Sepse po del komplet nga roli. Po del komplet nga misioni. Ti e humb. Dhe shkon bën diçka që nuk i ofron askujt asgjë. Vetë se shkatrim. Como sa burri kanë lidhur gjërat, i kanë ndërtuar gjërat e burr. Ja fryn mendjen në fillim mirë, pastaj ja japin dhe atë mundësinë që të dalë atje jashtë. Aty pastaj fillojnë këto tradhtirat, se do thyesh në një moment, do biesh. Nëse jo sot, nesër pas nesër, do ta mushim në ai bobi me atë makinën e bukur. Edhe kështu që sot kanë kështu tani, bën jetë të dyfisht. Kanë atë burrin atje që e kanë për status më shumë, jam e martuar, unë kam edhe fëmijë për CV. Por nga ana tjetër kanë atë dashnorin atje për të përjetuar dhe një rinin nga e para. Se ta thash, nuk ka rëndësi fare mosha sot. Janë të programuara të gjitha moshat një lloj. Ke tani ti 60 vjeçare dhe po konkurrojnë të rejat. Madje kanë dalë me deklarata sikur ti isha dhe unë një herë në moshën e juaj çfarë do kisha bërë. E kanë për krenari valla. Si duket kjo shprehje kur e thonë? Jam duket se një herë ti kishe marrë një intervistë aty, ëh. Ishte njëna, të ty isha ajo? Se më me di. Se më me. Ishin nga këto pop të rrugës. Edhe kishte thënë këtë fjalë, thashën, hajde.
Ama jo ishte burr që i the dikush kënga e preferuar e Skorpioncave. Aha. Jo, Sherry Lady. Jo. Ne përshëndesim. Aha. Po pse Tisha edhe një herë. Që tisha edhe një herë re. Po kur e thot atë tisha edhe një herë re, domethënë që ta kisha shkel fare valla, kisha kthyer në ajo që plotësoj nevojat lagjes. A shu e lexon? Po tani për çfarë thot atë ajo? Po tisha edhe që të shkojmë një plazh. herë që ta shijoja këtë jetë me të mirat e veta për shemb. Edhe çfarë bëjnë tani nga që se kthejnë Ti vetë nuk e thu vetë, tisha edhe një herë pak më i ri, pak më me veten tënde për shemb, do kishe bërë disa gjëra më ndryshe për të përmirësuar veten për shemb. Tisha me këtë menje. Jo me këtë menjen. menje. Bravo, kjo mund të jetë. Ose të bëj ca gjëra që i ka lënë mangu, ti ka ngel peng, sepse është ajo ëndrat e paralizuara mbeten gjithnjë të dëshiruara, kupton, dhe do ti kapin qoftë në ato moshë. Edhe i ke kështu pastaj. Konkurrente me të këto të rejat pastaj. E di se inati kanë këto të rejat sot mëdha edhe? Po se po na marrin gjithë vëmendje thot. Ngelëm kështu. E vujnë shumë, ë? Po i shohin konkurrentë direkt.